Jo, s'ka në periudhë madhe, po para zotit Sakrani ka qenë zoti Gjokutaj avokat. Zoti Gjokutaj ka qenë. Edhe nuk e dim arsyet pse iku, mos janë të njëjtat arsye. E dini ju arsyet pse u largua zoti Gjokutaj? Se mos janë të njëjtat arsye që janë larguar dhe ju. Unë zoti Gjokutaj ka mik edhe nuk sinqerisht zoti Gjokutaj ka larguar në atë periudhë, më tha jam larguar për shkak të ngarkesës që ka me zotin Berisha si çështje dhe nuk e kam pyetur dhe nuk jam futur kur, nuk kam pasur interes ta pyes thash. Dhe sot komunikova me zotin Gjokutaj dhe flas çdo ditë. Se kam edhe përveç se kam kolegë, kam dhe mik, por nuk e di arsyet e vërteta, mbase janë dhe këto për zotin Gjokutaj, nuk di çfarë them, por unë si për qenë transparent edhe me ju, sepse kam qenë gjithkohon me ju media transparent dhe sonde, u ja thash që unë nuk kam asgjë me zotin Meta, por u fton marrëdhënie sepse humbëm mirëbesimi dhe kur humbet besimi, besoj se nuk ja vlen më edhe të vazhdosh në këto kushte. Por një gjë është zoti Abilekaj që avokati nuk i diktohet se si duhet të mbrohesh dhe nuk i thuhet këtë bëj, këtë mos e bë. Avokati dita bëj atë që ditë bëj dhe kaq, mbyllet këtu. Mbyllet këtu. Nëse një pandeu, një njeri në që është një proces gjyqësor, mendon që ka po bëhet ndaj tij një komplot dhe ka frikë se qeveria, pushteti, duke përdorur gjitha mjetet, mund të ndikojë, ose mund të korruptojë, ose kjo është një insinuat tani. Edhe njerëz të ditë afërt, se siç akuzon ish bashkëshorten, mund të akuzojë edhe juve, duke ju parë me ish bashkëshorten, që jeni pjesë e një komploti, atëherë mund të quajë që kjo do të ishte një nga arsyet. Pra, duke parë parasysh debatin e fundit që patim me ish bashkëshorten me Monikën në seancë, dhe pastaj takimet tuaja dhe marrëdhëniet tuaja me Monikën, edhe faktin që ju vetë sot po thoni që nuk ka komplot, tregon që ai ndoshta ka humbur besimin për këto arsye, që ju nuk Zoti Meta nuk është se ka pasur pak armiq në politikë. Dini shumë mirë që në gjithë karrierën e tij ka pasur shumë armiq, edhe kanë për shkak të armiqësisë ti ka ndodhur dhe ngjarje në këtë vend, si 21 janari, po ka pasur në 2014 në 2015 në që zonja Lala zotin Hoxha e din shumë mirë dhe din shumë mirë çfarë ka ndodhur për ta januar ose për ta nxjerrë nga politika zotin Meta derisa edhe ai rrëmbim që u bë në mes të rrugës në atë mënyrë ashtu, që nuk ishte arrestim, po ishte rrëmbim, u bë për arsye që s'kishin lidhje fare me komplotet që ai mendon, kishte lidhje me komplotet të tjera, po jo me komplotin juridik që ai mendon, as të zonjës Kryemadhi, as të zotit Shapku dhe as të gjithë atyre personazheve të tjerë që ai ka në mendje. Unë ja kam thënë këtë dhe nuk kam asnjë problem ta ripërsëris prapë që ai ka armiq, padyshim se po mos kishte armiq nuk do ishte aty, po armiqet e tij nuk kanë lidhje fare me çështjen gjyqësore, pra me dëshmitarët apo me procedurat që ne po ndjekim në gjykatë. Këtë ta jap me bindje. Qartë. Po avokat ai ka të drejtë edhe ta bëj këtë veprim që ka kryer. Zgjedhja e tij. Është zgjedhja e tij. Ne u përpoqëm të pyesim se për shkak edhe të besimit që ai kishte ju. Zoti Rakipi, unë sinqerisht mendoj dhe që në momentin e parë, që në moment që rash në kontakt me provat, me dosje, me aktet, dhe kam diskutuar edhe me gazetarët, jo vetëm publikisht, për mënyra private dhe me zotin Hoxha, me zonjën Lala, që zoti Meta për mua është një pafajshëm që po rrim para burgim. Nuk e di nëse do marrë dënim apo jo dhe mendoj dhe shpresoj që me ato prova që ka aty që nuk janë prova, ai duhet të dalë i pafajshëm. Por problemi që ndron që nuk është zgjidhja largimi i avokatëve çdo 6 muaj apo çdo një vit. Sepse fundit nuk është zgjidhje sepse Zoti Meta nuk e ka çështjen juridike për faj penal, që e ka çështjen politike dhe duhet të mbajë qendrim politik. Unë ja kam thënë her pas here këtë. Zoti Meta është futur detajeve që nuk kanë asnjë lloj rëndësie as për procesin gjyqësor, as për avokatët, për gjyqtarët e kështu me radhë. Pra, ne ishim në kundërshti ose ishim të kundërt në gjykimin se si do të ndiqim strategjinë në procesin gjyqësor dhe kështu që ai ndjek rrugën e tij të shpjegimeve pas një kuptim para gjykatës, sepse fundit duhet të qëndrojë. Padur mos marrëveshje, mos përputhje dhe duhet të qëndrojë. Unë kam bindje dhe ja kam thënë edhe vazhdoj të them që duhet që ai të qëndrojë si president dhe jo të qëndrojë aty të zvoglohet si njeri i vogël, sepse nuk ka bërë faj penal
Dhe padyshim unë e kuptoj që zoti Meta nuk është Pjetër Arnori, të kuptojmë, por problemi qëndron që ai nuk u munduaj që atë madhështinë e tij të zvogloj dhe kështu që zgjodhi këtë rrugë duke fajsuar ndoshta dhe avokatin. Zoti Cakra, le bëj pyetje të fundit. Të fundit sepse kemi kohë. Ju përpoqet në 13 muaj bët me 10 kërkesa minimalisht për ta zbutur masën e sigurisë. Ndërsa ju dëgjoj që ju këmbgulni që nuk ka prova, zoti Meta është i pafajshëm. Si është e mundur që gjitha shkallët e gjyqësorit në Shqipëri kanë refuzuar qoftë kundrejt garancisë që vut për 50.000 eurosh, minimalisht ja zbusin masën e sigurisë ta çon arre shtëpie, që është identike me arrestin me burg. Pra, qa ndodhi që gjitha këto kërkesa që bët ju, nuk arritu dot në asnjë moment që minimalisht ta zbusin masën e sigurisë. Shiko, prandaj thash që ai nuk e ka çështjen juridike, se po ta kishte juridike duhet ishte sot me një mas tjetër ose pa mas fare, ose nuk duhet ishte rrëmbyer me. Ju mendoni që gjithë sistemi gjyqësor e ka çështje politike me Metën? Zoti Hoxha, shiko, ju jeni gazetar i vjetër dhe njihni mirë sistemin. Mos harrojmë që vetëm vendimi i gjykatës kushtetuese ishte një vendim skandaloz kur tha sipas një vlerësuesi të jashtëm. Dhe meqense ishte vlerësuesi i jashtëm, atëherë ata perceptimi ishte që ai duhet rrinë në burg. Ja, vetëm kaq mjafton që të kuptosh vendimin e gjykatës kushtetuese. Edhe kjo ka pakun të gjithë atyre zinxhirit të tjerë të gjykatave, pra të gjykatës shkallës parë, gjykatës apelit apo gjykatës lartë. Kështu që unë këtë e kam dhe ai vetë di shumë mirë që është aty për këtë arsye, por problemi është që ai nga her pas here rrëmben edhe pasioni, sepse padyshim është në paraburgim dhe kur jam paraburgim me mas arresti normalisht fillon edhe del edhe nga vetja, por nëse do t'i kishte treguar ndoshta për këmbështrimin tim edhe më i qetë dhe më i durueshëm, padyshim që unë mendoj se do ishte me një mas tjetër. Është thjesht, domethënë edhe ne që flasim këtu avokat, ju e dini më mirë sigurisht se keni qenë në kontakt vazhdueshëm, por është thjesht të flasësh, domethënë, por kushtet e një të burgosur në rast të tilla e ish presidentit e gjitha çfarë thatë ju, ndoshta i detyrojnë atij, jo në rastin me ty, ndoshta të mendoj ndryshe nga ju dhe ai ka drejt ta bëj këtë gjë. Avokat, unë falenderoj shumë. Faleminderit dhe ju përshëndes natë mirë. Për të gjitha sqarimet dhe ne do të jemi dhe për raste të tjera që ju keni në dispozicion. Faleminderit. Natë mirë, se më hoqit avokatin me njerë. Do njerë ju veproni në një mënyrë shumë të beftë. Pam, i ishtë një para se të temu natë mirë. Se du të më lini të i thoshe natë mirë, e kupton? Jo, do thonë që ja vigilent. Respektohet, bëni një vigilencë më të madhe se shduhet. Po mirë, bëni, hajde. Iku vetë. Vape madhe. Iku vetë. Mbylli. Ja, për a gabimon. Tani, protesta vape të mërshme të gjithë,